Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot fillon forumi i paqes në Paris, i cili është një ngjarje ndërkombëtare vjetore që mbahet në kryeshtetin francez, i krijuar për të promovuar bashkëpunimin global dhe qeverisjen shumëpalëshe përballë sfidave botërore. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka udhëtuar dje për në Paris, do të marrë pjesë në këtë forum me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron. Gjatë qëndrimit në Paris, në margjinat të forumit, Kurti do të zhvillojë takime dypalëshe, ndërkohë që mbrëm ishte i ftuar deri në darkën e shtruar nga qarku diplomatik i Parisit. Ndërkohë, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në konsultat që do t'i zhvilloj me partitë politike, do të potencojë rëndësinë e miratimit të buxhetit për vitin 2026, si dhe miratimin e planit të rritjes si akte të domosdoshme për stabilitetin institucional dhe funksionimin normal të shtetit. Këshilltari për media në presidencë Bekim Kupina, në një përgjigje për të kënd, nënvizoi se para shtetit do t'i inkurajojë partitë politike që të bashkëpunojnë për ta shmangur çdo blokadë që mund të ndikojë negativisht në mirëqenien e qytetarëve dhe në funksionimin e institucioneve të vendit tonë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se periudha për regjistrimin e votuesve me nevoja të veçanta për zgjedhjet lokale të balotazhit më 9 nëntor do të fillojë nga sot dhe përfundon më 4 nëntor. Për të mundësuar votimin e personave të regjistruar si votues me nevoja të veçanta, KQZ do të angazhojë ekipet mobile në ditën e zgjedhjeve më 9 nëntor 2025. Për regjistrim është vënë në funksion platforma elektronike, e cila mund të gjendet në webfaqen e KQZ-s. Vazhdojmë me lajme të tjera. Në gjykatën speciale janë vërejtur parregullsi në proceset gjyqësore që nuk mund të pasqyrohen plotësisht me monitorim përmes transmetimit të seancave. Ekspertët theksojnë se vetëm monitorimi fizik në sallë mund të evidentojë realisht qasjen e palëve dhe parregullsit në proces, monitorim që nxjerr raporte përkatëse më pas. Organizatat që vazhdojnë të monitorojnë proceset gjyqësore online speciale paralajmërojnë se do të dalin me raporte gjithëpërfshirëse me atë sa kanë pasur mundësi t'i përcjellin. Ndërkohë nuk ka raporte nga organizatat e besueshme ndërkombëtare që monitorojnë proceset gjyqësore, të cilat shpërfaqen edhe parregullsit për specialen. Policia arrestoi 4 persona të dyshuar shtetas të Turqisë pas një aksioni të zhvilluar në fushë Kosovë. Gjatë kontrollit të ushtruar në vendbanimet e tyre, njësitet policore kanë gjetur dhe sekuestruar 1482 gram substancë narkotike të llojit marihuan, para të gatshme, 8 telefona mobil, një automjet, një laptop, si dhe disa gjësende të tjera që lidhen me rastin. Në Kineman ABC në Prishtinë u shfaq premiera e filmit dokumentar Në luftë me fatin, prodhim i Radio Televizionit të Kosovës me autorën Venera Xhoxha Jadili, regjisor Ilir Kabashi. Filmi dokumentar shtjellon një rrëfim prekës për përballjen e një familje me sfida të mëdha gjatë luftës në vendin tonë në vitin 1999 dhe luftën e tyre të dyfisht për mbijetesë. Një rrëfim i rënd e prekës që përfundon me triumfin e jetës mbi vdekjen. Ishte tema e dokumentarit të shfaqur mbrëm në Kineman ABC në Prishtinë. Me titullin Në luftë me fatin, prodhim i Radio Televizionit të Kosovës me autore Venera Xhoxha Jadili e regjisor Ilir Kabashin, përmes ngjarjes së një familjeje, dokumentari risjell në kujtesë vuajtjet e shqiptarëve në luftën e fundit në Kosovë. Ky film dokumentar është edhe një dëshmi për atë se në çka kaloi populli ynë në kohën e luftës. Prandaj, faleminderit miliona herë familjes Trama që pranoi që historinë e tyre e mbyllur mes 4 murësh për shumë vjet që nga lufta të ma besojnë mua
e që ta bëj këtë histori të gjithë neve. RTK vazhdon të realizoj dokumentare të ndryshëm, prandaj për drejtorin e televizionit Rilind Gërvalla, kjo është një nismë që i hap rrugë shfaqjen e tyre për publikun, njësoj sikurse me këtë rast. Kjo është një nismë që do ta filloj ciklin e dokumentarëve të cilët do të shfaqen kështu për publikun, si këtë herë. Ky dokumentar na mëson se tingulli i parë i jetës pra nuk është thjesht një qarë. Është një thirrje drejt nënës, drejt Perëndis. Është dëshmia e parë ndërgjegjës që zgjohet nga gjumi i mosqenjes. Kur fëmia qan, universi përgjigjet. Filmi dokumentar shpjegon historinë e familjes Rama, të cilët në luftë si refugjat u bllokuan në Blac me 2 fëmijët e tyre të vegjël. Erblina ishte 1 vjeç e gjysmë, e mbetur pa ushqim dhe duke e vdekur. Prindërit e bartën në çantë edhe kur u kthyen dhunshëm. E në momentin kur vajzës po i hapej varri, ajo jep shenja jete. Filmi dokumentar është i realizuar bazuar në dëshmitë e familjes dhe brenda tij për vizualizim ka edhe pjesë teatrale nga aktorët Afrim Muçaj e Rabie Kryeziu. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.